2153 masa administrative janë vendosur nga Policia Rrugore e Korçës gjatë 2 javëve të fundit në të gjitha akset kryesore të qarkut. Për të shmangur në maksimum aksidentet, policia ka qenë e pranishme 24 orë në 24 në të gjitha akset rrugore, duke kryer kontrolle intensive me radar dhe dragera për të evidentuar dhe ndëshkuar shkelësit e kodit rrugor që bëhen rrezik potencial për përfshirje në ngjarje rrugore. Burimet zyrtare të Policisë së Korçës bëjnë të ditur se gjatë 2 javëve të fundit janë arrestuar në flagrancë 6 shtetas, si dhe janë proceduar penalisht në gjendje të lirë 3 të tjerë për veprat penale, shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor dhe drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt. Gjithashtu janë ndëshkuar administrativisht në total 2144 drejtues mjetesh, nga të cilët për përdorim të celularit gjatë drejtimit të automjetit 5 drejtues, janë ndëshkuar 191 drejtues mjetesh për parkime të gabuara, 26 drejtues mjetesh janë ndëshkuar për mosvendosje të ripit të sigurimit, 1760 drejtues janë ndëshkuar për shkelje të tjera të kodit rrugor, si dhe 6 leje drejtimi janë pezulluar. Policia Rrugore, Drejtorisë Vendore të Policisë Korçë, apelon për të gjithë përdoruesit e rrugës që të zbatojnë me rigorozitet rregullat e qarkullimit rrugor, si dhe të kallëzojnë në numrin pa pagesë 112 çdo rast të shkeljes së tyre.